Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani 2 hurma arabie në ditë për 1 javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Hurmat e arabis janë plot me vlera të shijshme dhe me nivel të lartë ushqyesish. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat e arabis janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit tuaj një sër përfitimesh. Hurmat e arabis janë një burim i pasur fibrash të shëndetshme, minerale dhe vitaminash. Ato gjithashtu ndihmojnë kundër konstipacionit dhe problemeve të tjera me sistemin tuaj tretës. Hurmat e arabis gjenden kudo në dyqanet e ushqimeve të shëndetshme në Shqipëri. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh organizmit tuaj në qoftë se ju konsumoni 2 hurma në ditë për 1 javë të plotë. Tretje më e mirë. Hurmat përmbajnë fibër e cila është përbërës kyç për tretjen e shëndetshme. Një sasi prej 100 gram ofron 7 gram fibër e cila gjithashtu do të mundësoj një lëvizje më të mirë të zorrëve. Megjithatë, stomaku juaj kërkon pak kohë në mënyrë që të mësohet me fibrën dhe të marrë më të mirat prej saj. Më shumë energji. Hurmat e arabis janë të ëmbla dhe megjithatë ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Kjo ndodh fal fibrës e cila garanton përthithjen e sheqerit. Hurmat ofrojnë shumë energji e cila është e qëndrueshme dhe jo e luhatshme. Më shumë antioksidant. Hurmat përmbajnë shumë antioksidant të cilët neutralizojnë radikalet e lira në organizëm. Radikalet e lira gjithashtu janë përgjegjëse për shumë sëmundje të këqija të cilat i kanosen organizmit. Ekspertët thonë se hurmat e arabis kanë më shumë antioksidant se fiqt dhe kumbullat. Antioksidantët tek hurma do të pengojnë shfaqjen e inflamacionit kronik dhe do të mbrojnë shëndetin tuaj. Shëndeti mendor. Studimi tregon se konsumi i rregullt i hurmave të arabis e mbron trurin nga sëmundje të rrezikshme siç është ajo e Alzheimerit. Për më tepër, hurmat përmirësojnë shumë funksione të trurit, përfshirë aftësinë të nxënit, kujtesën, të menduarit si edhe zbustin ankthin. Më pak nevojë për sheqer. Hurmat e arabis janë një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit të rafinuar. Atë ju mundet ta përdorni në shumë receta në vend të sheqerit. Mjafton që ju t'i përzini në mikser me pak ujë derisa të formoni një pastë. Për çdo lugë sheqer që juve do t'ju nevojitet në recetë, mund të përdorni një lugë nga pasta e hurmave. Mjafton 1 javë dhe do të vëreni shëndet më të mirë fizik dhe mendor, por edhe më shumë energji për të përballuar sfidat e ditës. Përfitimet shëndetësore të hurmave arabe. Hurmat arabe janë një frut i cili vjen nga palma e hurmës e cila ka origjinën në lindjen e mesme. Megjithëse tani ato rriten edhe në vende të ndryshme. Hurmat e thata dhe të freskëta janë njëkohësisht të disponueshme gjatë gjithë vitit, por ato të freskëta janë më të mira midis nëntorit dhe shkurtit. Ka shumë varietete të ndryshme të frutave, por këto fruta janë ndër më të njohurat pasi kanë një cilësi dhe një shije shumë të ëmbël. Cilat janë përfitimet më të rëndësishme shëndetësore që vijnë nga hurmat e arabis? Të pasura me antioksidant. Hurmat arabe kanë vlera të larta antioksiduese. Këto përfshin gjithashtu polifenolet, karotenoidet dhe lignanet, të cilat janë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve kronike. Mund të mbështesin gjithashtu shëndetin e zorrëve. Studimet mbi fibrat vazhdojnë të mbështesin rolin e tyre të rëndësishëm në shëndet, duke nisur nga nxitja e një mikrobiome të shëndetshme,
të zorrëve dhe deri tek reduktimi i rrezikut të disa gjendjeve shëndetësore afatgjata. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumimi i hurmave mundet që të reduktojë sëmundjen e zorrës së trashë falë përmbajtjes së lartë të fibrave dhe polifenolit. Ky i fundit gjithashtu ka përfitime të dobishme antimikrobike. Ndihmon në shëndetin e kockave. Hurmat janë një burim i pasur i fibrave dhe i polifenolit. Ky i fundit gjithashtu ka përfitime të dobishme antimikrobike. Ndihmojnë në shëndetin e kockave. Hurmat gjithashtu janë një burim i mirë i mineraleve miqësore me kockat, duke përfshirë kështu fosforin, kaliumin, kalciumin dhe magnezin si dhe vitamin. Mund të lehtësojë një lindje natyrale. Përfshirja e hurmave në dietë në javët e fundit të shtatzanisë mundet që të nxjisë zgjerimin për të patur një lindje më të lehtë. Ato gjithashtu mund të jenë të dobishme në reduktimin e kohëzgjatjes së lindjes. Përbërjet në fruta besohet se imitojnë efektet e një hormoni i përfshirë në kontraktimet e lindjes. Mund të jetë një zëvendësues i dobishëm i sheqerit. Shurupi i hurmës ka një indeks të ulët glicemik dhe një përmbajtje më të ulët të fruktozës së shumicës së ëmbëlsuesve të tjerë. A janë hurmat e sigurta për të gjithë? Disa persona munden të jenë alergjik ndaj hurmave dhe përveç kësaj komponimet e quajtura sulfite për disa individ të ndjeshëm mund të shkaktojnë simptoma alergjike. Nëse i përjetoni këto simptoma pas ngrënies së hurmave, flisni me mjekun tuaj. Ndërkohë mund të përgatisni dhe recetën me hurma arabie dhe me qumësht. Qumshti dhe hurmat arabis ndihmojnë organizmin të luftojnë anemin. Kjo kur përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur zemrën. Sipas të dhënave, konsumimi i qumshtit me hurma arabie përmirëson nivelin e shikimit duke forcuar në tërësi shëndetin e syve. Hurmat arabisk bashkë me qumshtin shndërrohen në një agent të fuqishëm kundër virozave, baktereve dhe infeksioneve, ndërsa ato ndikojnë në forcimin e muskujve gjithashtu, forcon shikimin dhe dëgjimin. Sipas të dhënave, konsumimi i qumshtit me hurma arabie përmirëson nivelin e shëndetit duke forcuar në tërësi shikimin. Gjithashtu kjo kur ndihmon në shëndetin e veshëve, forcon dëgjimin si edhe sistemin nervor në tërësi, redukton stresin dhe njëkohësisht irritimet dhe ofron qetësi shpirtërore dhe mendore. Fal vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu. Përgatitja: pastroni me ujë të rrjedhshëm 7 hurma arabie, largojeni bërthamën dhe pjesën e tulit priteni në 2 pjesë, kalojeni në mikser dhe më pas shtoni një gotë me qumësht, kalojeni sërish në mikser derisa masa të një trajtësohet, më pas hidheni në një gotë dhe pijeni menjëherë. Mundet që ta pini çdo ditë herët në mëngjes, por edhe gjatë ditës apo në mbrëmje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.